në Labëri zuri më shumë vend dhe u aplikua më gjërësisht dhe më shpejt praktika e faljes së gjakut me të holla. Ne kemi prova edhe në shekullin e 16, 17, deri në Çamëri madje, se edhe në Çamëri vepronin sharket e Idrisullit, që në rast të vrasjes së dikujt, për të ndalur hakmarrjen, duke vrarë vrasësin ose të afërmit e vrasësit, paguaj një shumë që atëre ishte deri 1.000 real. Real që një monedhë e mbretërisë së Napolit. 1.000 real ishte dhe kjo 3-4 shembuj që kemi gjetur në dokumentacionin e kohës, shekullit 16-17, kjo aplikoi në jug. Në veri, thashë, nuk aplikoi, por edhe ky fenomeni gjakmarrjes në veri, në kanunin e lekës, ka norma shumë strikte të përcaktuara, të cilat ndikeshin me fanatizëm.